Klodin, Milvën, dhe gjithë kolegët e tjerë, Anin, Kenon, Arkendin, Mara, dhe jemi gjithë tu dhe do ftojmë 8 nga themeluesët e Partisë Socialiste. Po mbajnë atë shallën, Ani, se s'ka një problem se mbajnë shallën. Hajde me shallën. Hajde me shallën. Hajde Arkend me shallën. Hajde Klodi. Hajde. Shalli është simboli fitore, do ta bëjmë në gjithë Shqipërinë, nga Durrësi do ta shpërndajmë gjithandej shallin e Partisë Socialiste. Të bëj një pyetje që të na heqë stresin gjithë se kemi 2 javë që na çmendë. Je i kënaqur me këtë pamje këtu të Pallatit të Sportit? Po apo jo? Bravo! Bravo! Ora, duhet ishim më shumë, 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 gjithmonë më shumë. Më shumë duhet ishim, sepse jemi shumë, përvajtojmë një forcë të madhe. Faleminderit se na e hoqë stresin edhe më lejoni që në këto momente kaq të bukura, në fakt se kur ky pallati mbushet kaq plot jep shumë emocion. Të falenderoj nga zemra së pari Edi Ramën që na jep të mundësi të bëhemi gjithë bashkë. Dhe Blendit ja dhash falenderimet se ka 2 javë që na e ka çu tensioni 20, tani do festojmë dhe do më lejoni që të ftoj një njeriu ton shumë të nderuar dhe të respektuar të Durrësit, kryetarin e parë të Partisë Socialiste të rrethit të Durrësit, deputetin për 3 mandate rresht për rrethin e Durrësit nga 1992 deri në 2005, zotin Bardhyl Lagasi.